Stambolli është zgjedhur tashmë si vendi neutral për takimin historik mes SBA-s edhe Iranit, duke tërhequr kështu pra vëmendjen e të gjithë botës. Pse u zgjodh Sokol pikërisht Stambolli për këtë përballje të ndjeshme diplomatike? Po në fakt edhe në median turke ka dy ditë që tema kryesore që po debatohet është që në negociatat tashmë mes Amerikës dhe Iranit atë të jetë pika kryesore, pika diplomacisë, tavolinë diplomacisë në Istanbul apo në Oman dhe ka mendime të ndryshme, por tashmë në sa duket dhe të shohim ditën e premte që të kemi tavolinën e diplomacisë tu, por pse rrjedh se ka rrjedha këtu, pse Turqia është kaq e rëndësishme për Iranin, ku në fakt deri më tani qoftë në luftën dyjavore të Izrael-Iran, po ashtu edhe në bombardimin e Amerikës që i bëri Iranit, Turqia nuk kishte rolin konstruktiv në këtë kaos, por tashmë duket që është i ka dhënë një rëndësi krejt tjetër edhe Teheranit Turqisë, sepse siç dihet aleatet e Iranit, pra në aleatet e dekadave të fundit të Iranit, siç është Rusia, Kina, tashmë edhe Venezuela që është edhe Maduro nuk është më atje, por edhe shumë shtetet e vogla të tjera sikur Kuba apo edhe Korea e Veriut tashmë nuk janë pranë Iranit, sepse u pa krejt qartë edhe në qershorin e kaluar, të vitit të kaluar, që Irani duket që ka aleat, por ja thjesht në letra dhe jo realisht sikur janë aleatet e NATO-s apo të Perëndimit, dhe për këtë arsye i vetmi alternativë që ka ngel për Teheranin dhe për Ajetullahun, po ashtu edhe për Pezeshkianin, presidentin iranian, ka mbetur Turqia. Turqia ka marrëdhënie krejt ndryshe me Iranin, edhe pse në rajon janë rival të rëndësishëm në thojzat e botës islame, pra të gjeografisë ku popujt në më shumicë janë musliman, dhe e njëjta Turqi është edhe është në krahun perëndimor, pra është në Amerikën, dhe pusulla e Turqisë, Ankaras, është drejtuar nga Washingtoni dhe Brukseli. Tashmë do të ketë ndikim apo jo, edhe me sa duket Irani dhe politikë bërëse të Iranit, qoftë edhe regjimi i tyre, duket që ka filluar të shohin një shpresë vetëm në Ankara, pra tek presidenti Erdogan, që mund të negociojë deri diku që për mos për shkallëzimin e gjendjes jo vetëm thjesht në Iran, por edhe në të gjitha rajonin. Sokol, ndërkaq mendon se po shndrohet Turqia në negociatorin kyç pra mes Washingtonit dhe Teheranit, pasi Turqia ka shfaqur vite me radhë aftësinë ndërmjetësimit në lindjen e mesme, duke mbajtur kështu edhe kanale komunikimi pra me të dyja palët, dhe nga ana tjetër, a është tashmë Stambolli vendi ku do të shmanget lufta, apo ndoshta mund të nisë edhe një kapitull i ritensioni? Pyetja e fundit është pak e vështirë që të themi kur që kështu është, por më sa duket në arenën diplomatike, pra në luftar që tashmë janë krejt të hapura, sidomos të 4-5 vitet e fundit mes lindjes dhe Perëndimit, ku në lindje hyn edhe Rusia, por do të thënë kjo që Turqia po dita dites po e ngren nivelin e vet si aktor rajonal, por edhe në diplomacinë rajonale, ndoshta edhe globale. Kjo falë edhe nevojës që pakti aty Atlantik, pra NATO-ja, Amerika, por ashtu edhe Europa, duhen të kenë një kanal komunikimi me lindjen, pra me në thojë si që quajnë Perëndimi, pra jeni me ne ose kundër nesh, pra jeni të bardhët ose të zezët, pra jeni engjëjt apo jeni shejtani, dhe për Perëndimin, pra për Amerikën dhe Europën, shejtani është Irani, është Rusia, është Kina. Këtu lot një rol shumë të rëndësishëm Turqia në diplomacinë e saj, normalisht që falë edhe përvojës shekullore të Turqisë që diplomacia për Stambollin ka qenë. Gjithashtu pa do të jetë pika kryesore Stambolli, pra do të jetë ai qyteti që me të vërtetë do sjellin paqe tashmë në Iran, por ashtu edhe për në Rusi. Kjo ende ndoshta është herët për ta thënë që po Stambolli të rire, sepse siç dihet të 4 vitet e fundit është vetëm i qytet në botë që ka arritur të ulë në tavolinë liderët, më thënë në ulë tavolinë të pjesët e Rusisë dhe të Ukrainës, po ashtu edhe shumë konflikte të tjera, por është ende vendimtare, më thënë Stambolli. Kjo është shumë për të qenuar, sepse siç e thash edhe në fillim,
që Turqia në gjitha mediat, sidomos në mediat proqeveritare që komandohet totalisht nga presidenca e Turqisë, u debatonte që Irani nuk do që të negociojë në Istanbul, për të negociojë në Umman, në shkaku ky që mos të dihen sekretet e Iranit të qoftë nga një shtet në thojza suni, pra musliman, suni, sepse si dihet Irani është shit, por gjithsesi Stamboli, po ashtu dhe Ankaraja, me në krye presidentin zotin Erdogan dhe ministrin e punëve të jashtme zotin Hakan Fidan, kanë treguar një sukses të madh për jetik për Turqinë dhe për rajonin, por se sa do të jetë ajo pika përfundimtare, domethënë ajo finali i paqes, a do të jetë në Istanbul apo jo, këtë do ta shohim vitin e vim, por gjithsesi tashmë Istanbulin në gjitha vendet të kryeqytetet botërore, kur bëhet fjalë për kause, për luftra, për ashtu, duket pika e parë që të fakti negociatat fillojnë dhe mund të marrën në qytete të tjera, por është shumë i rëndësishëm. Do ta shohim në fillim, sepse ndoshta mund të flasim më vonë, por sidomos Irani është shumë jetik edhe për të ardhmen e Turqisë, sepse nuk është as Irak as Siri, dhe është një ndër fuqitë më të mëdha qoftë nga ana e armëve, po qoftë nga ana ekonomike, po ashtu edhe sociale, që mund të krijojnë trazira dhe mund të krijojnë edhe shumë destabilitet, jo thjesht në Iran, por dhe mos në Turqi mund të jetë një kaos në Iran apo një përshkallëzim i situatës në mbar Iranin. Faturën më kryesore pas Iranit do ta paguajë Turqia, sepse këtë ka paguar edhe me luftën e Irakut pa ashtu dhe të Sirisë. Sokol, nga ana tjetër, a mund të shihet tashmë Stambolli, nëse takimi do të zhvillohet sigurisht në Istanbul, ndoshta si një instrument presioni politik për të dyja palët? Jo, për të dyja palët jo, sepse në sa duket dhe nëse referohemi edhe burimeve zyrtare të Teheranit, qoftë Ajetullahut, pavarësisht se bën fjalimit e tina i bën jo online, i bën online dhe jo live, por edhe prononcimet zyrtare të sistemit dhe presidentit Pezeshkian i bën pak me nuanca diplomatike, por presion jo, sepse Irani tashmë në sa dihet dhe tashmë që nga që ka kalu koha, mund të flasim dhe këtë më dirëshëm shumë gjëra dalin në pa. Para luftës dy javore të Izraelit në Iranin, po ashtu dhe bombardimit të Amerikës, tashmë shohim krejt qartë që kemi pas 3 takime top secret mes Amerikës dhe Iranit në Umman. Pra këtë tregon që Irani e ka forcën e diplomacisë dhe në gjendje lufte, pra gjatë atyre luftës dy javore, Irani ka negociuar direkt me Amerikën, pra Teherani direkt me Washingtonin dhe me Pentagonin ka arritur të jetë negociues edhe gjatë luftës, kështu që a mund të jetë presion jo le për të dëshiruar presioni, sepse